Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një shqiptar 22 vjeçar është masakruar me thikë nga një Filipinas 23 vjeç. Për të folur për detajet e ngjarjes, kam në një lidhje Skype nga Italia gazetaren e njohur Alba Kepi. Alba, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juaj për ftesën. Alba, a mund të na thoni pak se si ka rrjedhur ngjarja, pra çfarë dim deri tani? Kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndë, të dramatike, një ngjarje të feminicidios, pasi flitet vetëm për këtë, fakti se Ilaria Sula, 22 vjeçarja shqiptare, është ekzekutuar, është vrarë me thikë nga një miku i saj, 23 vjeçari Mark Samson, i cili është me origjinë filipine. Tregon qartë pra se kemi të bëjmë me një tjetër fenomen, me një tjetër ngjarje tragjike të feminicidios. Ilaria Sula prej datës 25 mars, mbrëmjen e 25 marsit, ka rezultuar person i shtukur pasi është larguar nga banesa e saj dhe nuk i përgjigje më thirrjeve dhe telefonatave të familjarëve. Trupi i saj është gjetur këtë mëngjes në një komunë rreth 40 kilometra larg Romës, në provincën e Romës apo në territorin e rajonit Lazios, ku është pozicionuar Roma, dhe trupi i saj është gjetur i masakruar brenda një valizhe. Është marrë për shumë orë në pyetje mëngjesin e sotëm në 23 vjeçari Filipinas, i cili më në fund ka pranuar krimin, ka rrëfyer se ka pasur një sherr me Ilarian, aty ka reaguar duke përdorur thikën, duke e vrarë, dhe më pas e ka futur trupin në këtë valizhe dhe me automjetin e tij e ka transportuar duke hedhur në këtë zonë kryore larg Romës. Në detajet mbi këtë ngjarje janë gjithmonë më dramatike, pasi thuhet se 23 vjeçari autori i krimit ka përdorur celularin e Ilarias edhe pas vrasjes së saj, duke publikuar në social, në Instagram stories për të treguar se Ilaria ishte gjallë apo për të treguar i skenuar një realitet gënjeshtër se Ilaria ishte larguar në mënyrë të vullnetshme. Dim se ka pasur një lidhje sentimentale me saj dhe autori të krimit. Dim se ishin ndarë dhe ndoshta supozohet që ky mund të ketë qenë dhe një nga motivet e kësaj ngjarje kaq të rëndë. Akuza ndaj 23 vjeçarit Filipinës, që besoj se në këtë orë do të zyrtarizohet nga Prokuroria e Romës, është jo vetëm vrasje qëllimshme, por edhe fshehje e trupit, pasi dim se prej 25 marsit deri sot 2 prill, trupi Ilaria rezultonte e zhdukur dhe trupi i saj i fshehur qëllimisht nga autori i krimit. Duhet në vizoj një fakt të rëndësishëm, pasi Ilaria është një ere studente shqiptare, por e lindur dhe rritur në Itali. Pra është jo vetëm një vajzë me origjinë shqiptare, por është edhe një shtetase italiane, pasi ajo është lindur e rritur në këtë territor dhe në këtë territor italian ligji në fuqi e lejon që të jetë dhe të marrë shtetësinë italiane. Është i përket atij komuniteti që quhet Brezi i dytë i emigrantëve, që për cilën ne jemi mjaft krenar, pasi janë të gjitha ata të cilët kanë ëndrat e tyre, realizimet e tyre, dhe që fatkeqësisht ngjarje të tilla jo vetëm që tregojnë karakteristikat e asaj çka po ndodh aktualisht me shoqërinë moderne dhe me rritjen e ngjarjeve tragjike, dramatike të fenomenit të feminicidios, por kemi të bëjë dhe me shtetas shqiptar, me origjinë shqiptare, padyshim na trondit. Na ka tronditur gjatë gjithë ditës edhe gjithë komuniteti shqiptarëve, por edhe gjithë komuniteti apo opinioni publik, mediatik dhe i politikës italiane. Ka pasur reagime nga rektorja e Universitetit La Sapienza, ku Ilaria Sula studionte në dedën e statistikave, ishte në vitin e 3, ka reaguar duke shprehur praninë e saj ndaj familjes, të cilët po kalojnë një moment dhinshëm, duke marrë angazhimin se si rektore dhe si grua do të punoj fort bashkë me institucionet italiane kundër fenomenit të feminicidios. Ka reaguar zëvendës presidentja e Komisionit dy palësh të Parlamentit Italian, senatorja Delia, e cila është Partisë Demokratike, është një komision i cili merret kryesisht me problematikat e barazisë gjinore dhe fenomenin e
feminicidios dhe ajo ka reaguar fort duke dënuar një tjetër këtë akt dhe një tjetër viktim të fenomenit të feminicidios. Ka pasur reagime shqiptarët të rajonit të Laçës, pra ata që janë autoritetet lokale të këtij territori. Dhe jemi përballë një ngjarje dramatike që në eksperiencën time shumë vjeçare mes Italisë dhe Shqipërisë, mendoj se është hera e dytë që raportoj një ngjarje kaq makabre. Kujtoj vitin 2021, në mos gaboj ose në 2020 kam raportuar ngjarjen e çiftit Pasho, të cilët ishin trupi i tyre u gjet po në të njëjtën mënyrë, me të njëjtën metodë, masakruar me thikë, edhe i fshehur në 2 valigje apo në disa valigje në periferi të Firencës, dhe aty autori i krimit apo autoria ishte në sektorin familjar, pra në fushën familjare ishte një ish shefijuar e djalit të tyre që ndodhej në burg. Dhe kjo është hera e dytë që raportoj një ngjarje kaq dramatike. Alba, deri në hetimet e deri tanishme, besoj ose nga intervistat ose hetime që ka bërë policia ose prokuroria, edhe tek hetimet, tek pyetje që është marrë tek prindrit të afërmit, a është raportuar ndonjëherë ndonjë shqetësim që mund të ketë pasur 22 vjeçaria në raport me djalin filipines? Pra, ka pasur ndonjë shqetësim në këtë marrëdhënie? Sot ka qenë një ditë e thejnë mbushur, sidomos mbi detajet e gjetjes së trupit të viktimës e gjithçkaje. Dim se trupi i Ilarias është marrë në dorëzi nga mjekësia ligjore që do të kryejë autopsinë e rastit. Dim se është mjaft e rëndësishme të gjonte telefonin celular i Ilarias për të parë mesazhet dhe shkëmbimet e mesazheve mes saj dhe autorit të krimit. Sipas rrëfimit të autorit të krimit, ai thotë se ka hedhur në një puset dhe autoritetet italiane po punojnë për ta gjetur, sepse gjetja e këtij telefoni dhe zbardhja e gjithë mesazheve të shkëmbyra padyshim që do të rëndoj akuzën dhe do të zbardhë disa detaje që ende nuk i di. Sa i takon rrëfimeve të para, të paktën ndim një deklaratë që ka dhënë djali vëllai i Ilarias, i cili është 20 vjeç, i cili ka treguar, mos gaboj quhet Leon, i cili ka thënë se e njihte Filipinasin dhe nuk ishte imagjinuar dhe menduar kurrë se do të ndodhte një gjë e tillë. Nga ana e familjarëve nuk kam dim se Ilaria nuk jetonte me prindit e saj, pasi prindit jetojnë në Terni, është jo në rajonin e Laçës, dhe Ilaria meqense studionte në Rom, kishte marrë një shtëpi me qira me disa vajza të tjera studente dhe jetonte në zonën studentore këtu në Rom. Detaj tjetër i frikshëm është se sipas rrëfimeve të mikeshave të saj, të cilën bashkëtonte, ato kanë thënë për hetuesit italian se Ilaria atë mbrëmje ka marrë disa mesazhe në WhatsApp-in e saj dhe ka dalë nga banesa ndoshta për të takuar dikë. Dhe nga rrëfimi i autorit të krimit, dim se Ilaria dhe krimi gjithçka ka ndodhur në banesën e Mark, në lagjen afrikane të Romës, me të drejtën është në lagje e mirë e Romës, ku jeton shtresa e mesme, shtresa lartë romane, e ka ekzekutuar pra krimin në këtë banesë dhe më pas ka bërë spostimin e kadavrës. Nuk dim të ketë shenja sa i takon apo denoncim nga ana Ilarias se mund të ketë pasur sjellje të dhunshme nga ana apo kërcënime nga ana e autorit të krimit. Të paktën këto janë orët e para pas zbardhjes së gjithçka që ka ndodhur. Është një ditë e ngarkuar, besoj se dhe hetuesit italian janë mjaft të delikat dhe kujdesshëm që në këto orë pas zbardhjes së gjithçkaje të raportojnë jo të gjithë elementet apo ato elementë që mund të trondisin, ma mund të rëndojnë dhe mund të kenë diçka më shumë personale që është në përgjegjësinë dhe të familjarëve të tyre për ta përcjellë. Familjarëve të Ilarias për ta përcjellë apo jo. Alba, mendoni ose ka dyshime që autorit mos ke qenë i vetëm dhe të ketë pasur bashkëpunëtor, parë dhe nga mosha 23 vjeç që të kryej këtë krim, ta fshet trupin? Unë mendoj se jo, me thënë të drejtën. Mendoj se kemi të bëjmë me një vrasje për motive dobta,
një vrasje të dy të rinj, një vrasje nga një ish i dashur i cili ndoshta nuk ka pranuar dhënien fund të një marrëdhënie, apo një vendim të Ilarias për të vazhduar atë lidhje apo për të vazhduar diçka tjetër. Nuk mendoj se në këto raste të tilla, sidomos në fenomenin e feminicidit, rrallë gjendet të ketë një bashkëpunëtor të tjerë. Edhe sa i takon nga ana praktike, spostimi i trupit të viktimës e tjerë, nuk besoj se ai ka pasur nevojë për personat vet. Për faktin se gjatë këtyre ditëve, 8 ditëve, denoncimi është bërë me datë 25 mars, dhe gjatë datës 26, 27, 28, apeli familjarëve i prindërve të Ilarias ka qenë i vazhdueshëm, sidomos në social apo për komisariateve të policisë për përshkrimin e trupit apo të shenjave dalluese të Ilarias së dosjes së vitimit, ishin se kemi një trup të imët, kemi bërë një vajzë e cila ishte e gjatë 1,57 centimetra, pra edhe nga ana mendoj fizike nuk ka pasur vështirësi autori i krimit për ta spostuar apo ketë nevojë për një person tjetër. Gjithatë italianët thonë mai dire mai, prandaj thash sot jemi pak me doreza, e themi ne për të dhënë gjithçka, por fakti se u zbardh dhe u deshën 8 ditë për të zbardhur, kemi bënë pra me një vrasje që ka dy akuza të rënda. Akuza të cilat do të shkojnë mbi 20 ditë e burg dhe deri në obligim përjetshëm. Pra kemi të bëjmë me akuzën e vrasjes qëllimshme, pavarësisht se ai thotë se ka ardhur pas një raptusi, pas një shelje që ka pasur, kemi të bëjmë edhe me fshehjen e trupit të viktimës. Dhe janë dy akuza shumë të rënda që rëndojnë mbi 23 vjeçare. Alba, shumë faleminderit për gjitha detajet që na sollët nga Italia. Faleminderit juve. Faleminderit.